Namik Meqemeja, i njohur me pseudonimin Letran Aqua, lindi në vitin 1923. I ati, Izet Meqemeja, ka qenë me kulturë të gjerë dhe njohur si disa gjuhëve të huaja. Është i vetmi beratas që u vra në një kamp politik për qëndrimi jashtë vendit nga nazifashistët. Kështu që, Namiku që në fëmijëri u ushqye me kulturë dhe u rit në një midis familjar me një bibliotekë mjaft të pasur. Fëmijërinë e pati të shkurtër. Shumë shpejt lidhet me lëvizjen komuniste të kohës duke milituar në grupin e të rinjve, por duke mos qenë dakord me idetë gjakatare të komunistëve shkënjehet, kështu që i bindur për degenerimin e udhëheqjes së Partisë Komuniste vendos ta demaskojë atë. Së bashku me Rosul Dollanin, Fatbart Gurin dhe Ahir Karkanjozin synon të krijojë Partinë e Vërtet Komuniste. Me mbarimin e luftës kapet në pabesi dhe dënohet me vdekje. Namik Meqemeja, vrar pabesisht nga komunistët në 1945, ka lënë një krijimtari letrare mjaft të pasur, duke na ardhur deri në ditët tona 20 poezi, 21 poema, një fragment drame, pjesë të përkthyera, letra të ndryshme intime dhe përkthime nga disa gjuhë të ndryshme. Gjithashtu, në dorëshkrimet e gjetura të tij ndodhet edhe një ese me rreth 20 fletë, ku gjendeshin refleksione nga leximi i një libri për Finlandën, vendin e zambakëve të bardhë, për rrugën që kishin zgjedhur intelektualët demokrat finlandez për të nxjerrë vendin e tyre nga kriza e për ta futur në rrugën e vendeve më të zhvilluara të Evropës perëndimore, rrugë që duhet ta ndiqnin ndaj intelektualëve shqiptar. Namik Meqemeja do t'i kushtohet një emision më vete së shpejti në televizionin Glob.